Të rinjt në Kosovë po largohen çdo ditë, jo vetëm për paga më të mira, po për mundësi, për stabilitet, për një të ardhme që këtu shpesh duket e paqartë. Papunësia, paga të ulta dhe mungesa e perspektivës po e shtyn një brez të tërë drejt vendeve të Evropës. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vendi ka rreth 1.5 milion banor dhe papunësia vitin e kaluar ishte 10.9%. Vetëm në vitin 2024, nga vendi kanë ikur 37.451 banor, ndërsa mbi 150.000 ikën nga Kosova brenda 5 viteve. Emigrimi i të rinjve nuk është thjesht një statistik, është realiteti një brezi që kërkon më shumë se sa po merr. Shumë prej tyre zgjedhin vendet evropiane duke kërkuar arsimim, specializim ose kontrata pune. Ndikimi në Kosovë është i madh, mungesë fuqie punëtore, tkurrje e popullsisë aktive dhe dobësimi i potencialit ekonomik afatgjatë. Emigrimi po bëhet jo vetëm fenomen ekonomik, por edhe pasqyrë gjendjes sociale, një thirrje e qartë për ndryshim.